Orkestra Simfonike e Shkodrës pas procesit të riformatimit dhe tashmë në drejtimin artistik të Elda Laros është rikthyer në skenë Tati Migjeni. Në këtë koncert së bashku me orkestrën performoi soprano e njohur Ana Naçe, e cila solli për publikun shkodran një repertor të zgjedhur me verbet e autorëve të njohur shqiptarë të huaj. Patjetër, njeriu ka gjithmonë emocione, por Shkodra, siç thon shkodranët, është sheqer dhe emri im është Ana Naçe, që në Shkodër Naçe është shpirt, kështu që s'kishte si të ndodhte ndryshe, kam shumë emocione, jam shumë emocione të mira, domethënë, sepse është një nder i madh të performosh me Elda Laron. Ajo është një nga artistët më të mëdha që unë njoh në jetën time, në karrierën time dhe gjithë bota e njeh dhe e nderon. Është fantastike, domethënë, jo vetëm si artiste, por njeri i mirë, ndihmon të gjithë artistët e rinj, u jep krah, ka një zemër të madhe dhe është fantastike. Për drejtuesin artistike të Orkestrës Simfonike të Shkodrës, Elda Laro, ky ishte koncerti i parë në drejtimin e saj. Ajo theksoi se do vijojnë përgatitjet për të sjellë në skenën shkodrane emra të mëdhenj të muzikës shqiptare, të cilët do performojnë krah Orkestrës Simfonike të qytetit. Është një emocion tjetër, një emocion i ri, një emocion me akoma më shumë përgjegjësi. Pasi kërkoj nga vetja ime nga të parë, më shumë punë, çfarë themi, më shumë përpjekje, domethënë, për të realizuar një koncert sa më të mirë. Edhe besoj se doli goxha mirë, domethënë, ky koncert, sepse orkestra, siç e dëgjuat edhe juve, përgjigjet me të vërtetë shumë bukur. Atëherë, të them të drejtën, zemra rreth shumë më fort se kudo tjetër. Domethënë, në skenën tjetër të botës unë dal, kam atë emocionin tim, po këtu, domethënë, rriten, domethënë, komplet zemra më rret shumë fort në çdo moment, por rret, domethënë, në mënyrë pozitive, në mënyrë konstruktive, sepse më jep me të vërtetë krah edhe forcë për të bërë më mirë. Edhe sigurisht, domethënë, më kthy qytetin tim, domethënë, të lindjes, është një emocion që nuk ka koment, domethënë, është diçka e rrallë. Ky koncert i Orkestrës Simfonike të Shkodrës solli për publikun emocione të veçanta, duke dëshmuar edhe një herë potencialin e madh artistik që Shkodra ka për të ofruar.